këtë edicion do të ndiqni. Kodra e Qabratit, bukurin nga larg, mbeturina nga afër. Diagnoza e hershme parandalon dëmtimin e veshkave. Rikthehen emocionet e 3x3 Gjakova. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Mungesa kujdesit ndaj hapësirave publike dhe hudhja pa kontrolluar mbeturinave përbën një nga sfidat më shqetësuese mjedisore, shëndetësore dhe estetike në shoqërinë tonë. Ky fenomen po vazhdon të jetë prezent në shumë zona, madje edhe në pjesën e Qabratit. Nga larg, kodra e Qabratit të fal një pamje piktoreske, me një panoramë që shtrihet mbi qytetin e Gjakovës. Por mjafton të afrohesh për të parë një realitet krejt tjetër. Ajo që do duhet të ishte një hapësirë pastër natyrore, sot është ndruar në një vend grumbullim mbeturinash. Persona të papërgjegjshëm këtë hapësirë e kanë parë si një vend të përshtatshëm për të hedhur mbeturina, duke lënë pas një pamje të rëndë për një nga pikat më të njohura të qytetit. Në këtë zonë dominojnë mbetjet inerte, gur të mëdhenj, pjesë betoni dhe materiale të mbetura nga punimet ndërtimore. Mes tyre shihen edhe thasë me mbeturina, copa xhami dhe sende të vjetra shtëpiake. Kjo gjendje jo vetëm që dëmton pamjen e kodrës së Qabratit, por paraqet edhe shqetësim për mjedisin dhe për qytetarët që vizitojnë këtë zonë. Përballë kësaj situate, kërkohet më shumë përgjegjësi nga qytetarët, por edhe ndërhyrje për pastrimin dhe ruajtjen e kësaj hapësire. Mulliri Cermianit, i njohur si mulliri i familjes Gjeka, është një monument i rëndësishëm i trashëgimisë kulturore dhe arkitektonike. Ka disa muaj që ky objekt është restauruar me qëllim të ruajtjes së qëndrueshmërisë së tij, ndërsa Luan Gjekaj ka treguar nëse ka mbetur prap punë të tjera për të finalizuar i plot projekti. 60.262 euro janë shpenzuar nga Ministria e Kulturës për restaurimin e mullirit të vjetër të Cermianit. Qendra Rajonale për Trashëgimi Kulturore në janar të këtij viti ka njoftuar se kanë përfunduar punimet e këtij mulliri. Por sipas banorit të Cermianit, Luan Gjeka, ka përfunduar vetëm faza e parë e punimeve. Është në faza e parë që më ka thënë drejtori, zotëri Visari edhe Zavend Citina arkitekti Durimi, më kanë thënë faza parë kjo. A tash faza tjetër duhet e keni pa vetë ju mrena aty, peshini vetë që qësh është aty gurt pa u rregullue, pa ato koshat e na tha mirëm, edhe zotëri ministri Ajrulla Qeki ka thonë na mirëm me komune, me ministrit infrastrukturës për me punu kanali, mu punu ajo penda atje, janë krejt kërkesat, ankesat janë në komune, në ministri krejt. Por synimi nuk është që mulliri të mbetet vetëm pjesë e trashëgimisë kulturore, por të funksionalizohet dhe të shërbejë komunitetit. Mu punësu, jo po ikin rinia, ikin. Pse mes mu punësu aty 10 vetë mas pakti punësohen. Edhe plus u itin ja 50 hektar tokë, janë të Kramovikit, Trakovinës, edhe të Kralonit edhe tonat, Cermianit. Për shumë vite, televizioni Syri ka ndjekur nga afër gjendjen e mullirit të vjetër në Cermian. Një objekt me vlerë historike e kulturore, i cili për një kohë të gjatë ishte lënë në harres, i dëmtuar dhe me qëndrueshmëri të dobët. Vlera arkitektonike e urës së Terezive në Gjakov ka filluar të bie në sy edhe tek turistët e huaj. Njëra prej tyre është shprehur e kënaqur për historinë e kësaj ure, madje duke e krahasuar edhe me ura të tjera që ka vizituar në Zvicër apo në shtete të tjera. Për herë të parë shkeli në këtë urë, e ndërtuar mbi lumin Erenik në afërsitë të fshatit Bishtazhin të Gjakovës, gjendet ura e Terzive. Një turiste nga Zvitra që po vizitonte urën, tha se ura ka edhe në Zvicër, por jo si e Terzive në Gjakov. We just arrived, but it looks very nice. Ne sapo arritëm këtu dhe ura është shumë e bukur dhe ka shumë harqe. Ne kemi gjithashtu ura të ngjashme si kjo edhe në Zvicër, por më të vogla dhe më pak harqe, me 1 ose 2 harqe gjithsej.
Vlera arkitektonike e kësaj ure qëndron në faktin që është ndërtuar nga gurët vendas dhe përbëhet nga 11 harqe të masive të ndryshme dhe 10 dritareve në mes tyre, ku e plotësojnë urën me një gjatësi prej rreth 193 metrave. Ndërsa, ura ka pasur vlerë të madhe ekonomike, sepse ka bërë lidhje tregtare në mes vilajeteve brenda perandorisë osmane. E njohur ndryshe si ura Rroba Çepësve, kjo urë është një monument i rëndësishëm i trashëgimisë kulturore, e cila thuhet se është ndërtuar në fund të shekullit 15, e që në strukturë ishte ndryshuar në fillim të shekullit 18, duke paraqitur kështu një shembull të rëndësishëm të urave osmane në Kosovë. Rreth 1600 vizita specialistike janë realizuar në repartin e oftalmologjisë në Gjakov gjatë 6 mujorit të parë të vitit 2026. Shefi i repartit Dr. Hasan Muhadri ka folur për disa nga shqetësimet më të shpeshta të pacientëve që marrin shërbime nga gydigastër shëndetësor. Pas trurit, syri njihet shkencërisht si organi i dytë më i komplikuar i trupit të njerëzit. Andaj, reparti i oftalmologjisë në spitalin Isa Gresa në Gjakov në 6 mujorin e parë të këtij viti ka kryer rreth 1600 vizita specialistike. Sa i përket punës tonë në 6 mujorin e parë të vitit 2026, i kemi disa statistika të punës tonë, ku figurojnë rreth 1600 vizita specialistike, pastaj raste operative kemi pas rreth 62, pacientë të hospitalizuar kemi pas 111, pastaj kemi pas rreth 300 injeksione të cilat i kemi apliku injeksione intravitreale, si dhe kemi pas shërbime të diagnostikës që ne i përdorim këto, si që është OCT-ja dhe EHO, ku që të dyja bashkë të më thonë shkojnë rreth 650 shërbime. Dhe më thonë kjo është deri dikon puna jonë në 6 mujorin e këtij viti. Muhadri tregoi se për cilat shqetësime është karakterizuar kryesisht puna 6 mujore. Sa i përket patologjive të cilat i frekuentojnë më shpesh këtu në repartin tonë, përfshihen domethënë infeksionet e segmentit përpara synit, siç janë konjunktivitet, po neve ballafaqohemi edhe me probleme tjera, siç janë perdja apo katarakta, që është si një patologji pak më e shpeshtë, pastaj lëndime të ndryshme, si dhe kohët e fundit, domethënë merremi edhe me problematiket e retinopatisë, pra patologjitë e retinës. Pra ne mundohemi që edhe për këto patologji të ofrojmë kujdesin edhe cilësinë e duhur në menaxhimin e këtyre patologjive. Ekspertët vlerësojnë se syri i njerëzit mund të dallojë miliona nuanca ngjyrash dhe të përpunojë sasi të jashtëzakonshme informacioni brenda pak sekondash. Për këtë arsye, syri kërkon trajtim dhe përkujdesje të veçantë. Infeksionet urinare janë ndër shqetësimet më të shpeshta që shfaqen tek fëmijët, kryesisht gjatë 2 viteve të para të jetës. Nefrolog Valbone Nushi Stavilesi pohon se është shumë e rëndësishme që infeksionet urinare tek fëmijët të diagnostikohen me kohë dhe të njëjtat të trajtohen nga profesionistët. Te foshnjat, sidomos në muajt e parë të jetës, infeksionet urinare mund të jenë më të vështira për të dalluar, pasi shenjat nuk janë gjithmonë specifike. Kjo bën të rëndësishëm reagimin e hershëm të prindërve ndaj çdo ndryshimi te fëmia. Temperatura është një prej simptomeve që duhet ta kemi parasysh dhe është shenjë se themi paralajmuese dhe shumë i rëndësishëm nëse na lajmërohet te fëmia. Fëmia është i irrituar, mund të ketë vjellje, mund të ketë edhe ndryshim të ngjyrës së lëkurës. Shenjat janë domethënë shumë të përgjithshme, që ndoshta i hosim edhe te infeksionet e tjera, por nëse s'ka barkçitje, nëse nuk ka vjellje, nëse nuk ka koll fëmia, atëherë duhet të mendojmë për praninë e infeksionit urinar. Marrja mostrës së urinës te foshnjat paraqet një sfidë, ndërsa mënyra e duhur e marrjes është e rëndësishme për rezultate të sakta. Analiza urinës duhet të merret te foshnjat, pavarësisht që janë shumë të vogla, pavarësisht vështirësisë, duhet të merret me gotë. Me qeske guxojmë të bëjmë analizën vetëm urinën e thjeshtë, jo urinokulturën, asesi. Dhe si të merret analiza ka shumë rëndësi, duhet bërë pastrimi mirë i regionit urogenital, të vojzat pastrimi mirë i hapësirës plotësisht, të mos lyhet me asnjë krem i ndyr asnjë gjë, ndërsa të djemt të tërhiqet pak lëkura, aq sa mundet të tërhiqet, jo dhunshëm, të pastrohet lafsha mirë me ujë me sapun
ato që pastrojnë edhe bibën, dhe pastaj të pritet marrja e urinës. Jep me pi fëmijës mirë, e mban gotën afër dhe vetëm pak me një goditje ndoshta te barku i bebës, fëmia do të urinon. Edhe atë mostër duhet ta dorëzojmë shumë shpejt, brenda 1 ore, maksimum 2 orë në laborator që të bëhet analiza. Ndër shkaktarët më të shpesh të infeksioneve urinare është refluksi veziko-ureteral, i cili nëse kapet në kohë trajtohet lehtë, në të kundërtën mund të çojë deri në dështim të veshkës. Refluksi është diçka që diagnostifikohet, gjendet lehtë me ndryshime në veshkat e cilet shihen dhe po ashtu edhe menaxhohet në mënyrë shumë të mirë dhe me pa pasoja të rënda për veshkat, nëse gjendet me kohë. Jepet antibiotikë profilaks, fillohet fëmija të mësohet sa më hera të largohet pelena apo pampersi dhe shprehjet e mira të urinimit. Dhe të gjitha këto e ruajnë veshkën dhe nuk ka asnjë pasojë. Nëse këto nuk bëhen, nuk gjendet me kohë, shumë është e mundur, ka raste shumë që fëmijët atë veshkën në cilën ka qenë refluksi ta humb funksionin. Spulimi i hershëm i infeksioneve urinare dhe trajtimi në kohë janë hapat kryesor për të parandaluar komplikimet dhe për të mbrojtur shëndetin e veshkave të fëmijët. Për të tretin vit me radhë, nesër në Gjakov, bëhet ngjarja sportive në basketball 3x3 Gjakova. Hapësira e parkut të madh në qytet do të transformohet në një fushë moderne të basketbollit, në të cilën do të zhvillohet i gjithë ky kompeticion sportiv. Hapësira e parkut të madh në Gjakov nesër do të ndryshojë. Kjo pjesë do të transformohet në një fushë moderne të basketbollit, në të cilën do të zhvillohet eventi 3x3 Gjakova, për të cilin na tregojnë më shumë njëra ndër organizatorët. Eventi do të mbahet ditën e diell me datën 26, duke filluar prej orës 16 këtu tek parku i qytetit, ku do të ketë një super organizim. Krahasim me vitet e kaluara, këtë vit ka me qenë super event. Tu fillu prej strukturës, së fushës, ndërtimit të saj, duke fillu prej aktiviteteve, pikat vallëzimit, disa pika tjera që kanë qenë shumë rëndësi, po ashtu dhe shpërblimet. E veçanta aktiviti është sepse kemi edhe ekipe po ashtu jashtë Kosovës. Joni Kurraci përfunde kishte edhe një thirrje. Të diellen në këtë super event i ftoj të gjitha moshat jenë pjesëmarrës, mosha prej fëmijërisë deri tek mosha shtyre. Ka me qenë spektakël, super spektakël për çdo kënd, aktivitete për të gjithë, lojra të bukura, lojtar profesional të fushës do të tregojnë lojra edhe shumë të forta, po ashtu edhe muzikë, gjithçka tjetër. Ky organizim nga 3x3 Gjakova do të mbahet për vitin e 3 me radhë, duke dhuruar emocione nga ndeshjet me rivalitet të lartë, si dhe kënaqësi për publikun përmes eventeve argëtuese. Në vazhdim të ndjekim parashëkimin e motit për ditët në vijim. Para se të ndahemi të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Kodra e Qabratit, bukuri nga larg, mbeturina nga afër. Diagnoza e hershme parandalon dëmtimin e veshkave. Rikthehen emocionet e 3x3 Gjakova. Këtu marrë fund këtë edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.